Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka qëndruar në Turqi, ku ka marrë pjesë në forumin e diplomacisë në Antalya. Osmani pati edhe një takim tepër miqësor me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili është dhe mikpritësi i këtij forumi. Madje në një video të publikuar nga TRT Balkan Albanian, shihet se presidenti turk i drejtohet në turqisht presidentes Osmani, teksa i shtrëngojnë duart njëri tjetrit, duke i thënë: "Po e mësoni turqishten, pastaj po e harroni." E presidentja e Kosovës i përgjigjet gjithashtu në turqisht me fjalët: "Po mësoj, më duhet të praktikoj me ju." Osmani përmes një postimi në Facebook ka thënë se Erdogan është një mik i dëshmuar i Kosovës dhe një zë i fuqishëm për të drejtën. Presidenti Erdogan është lider që i qëndroi Kosovës pranë gjithmonë, në çdo sfidë, në çdo sukses. Ai është një zë i fuqishëm i miqësisë dhe vizionit të përbashkët, shkroi Osmani. Edicioni i 4 i forumit të diplomacisë në Antalya, i organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë, në kujdesin e presidentit Erdogan, ka filluar të premten dhe do të përfundojë këtë të diel. Sa kaq, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mori pjesë atje me ftesë të vetë Erdogan. Ky forum ka bashkuar lider shtetesh, diplomat dhe akademik për të diskutuar sfida globale dhe rëndësinë e diplomacisë në kohë të krizave. Në kuadër të këtij forumi, presidentja Osmani ka qenë folse në panelin kryesor me temën avancimi i diplomacisë në kohë trazirash. Ajo ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për të adresuar sfidat globale dhe ka diskutuar për zhvillimet në rajon dhe nevojën për përshpejtimin e rrugëtimit të Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Gjatë qëndrimit në Turqi, presidentja Osmani ka zhvilluar takime me lider të ndryshëm, kryesisht përfaqësues të shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ajo ka diskutuar për rëndësinë e aleancave të reja dhe bashkërenditjes së qëndrimeve në raport me zhvillimet globale. Pjesëmarrja e presidentes Osmani në forumin diplomatik të Antalyas është një hap i rëndësishëm për forcimin e diplomacisë kosovare dhe për promovimin e interesave të Kosovës në skenën ndërkombëtare. Ky angazhim tregon se Kosova është e gatshme të kontribuojë në zgjidhjen e sfidave globale